Përshëndetje miqtë e mi, në meditimin e sotëm do flas për një temë që ka ngjall përgjatë historisë krishterimit shumë debat. Dilema e Judës. Tradhtari, a ishte i shpëtuar dhe humbi shpëtimin? Çfarë ndodhi me të? Si është e mundur që megjithëse njëri prej dishepujve të afërt të Krishtit e mohon dhe tradhton Krishtin, madje shet me çmimin e një sklavi? Cila ishte dilema e këtij njeriu që e shtyu atë të tradhtoi Zotin? Jeni gati? Ka pyetje që zbulojnë më shumë se sa përgjigjet. A dini që tek dhoma e sipërme, ndërsa heshtja mbulonte tryezën e Pashkës, Jezusi tha fjalët që tronditën zemrat e dishepujve. Dhe fjalët ishin këto: njëri prej jush do të më tradhtojë. Kur njerëzit i dëgjuan, pra dishepujt, u tronditën. Të gjithë nisin të pyesin me ankth: a jam unë, o Zot? Por mes këtyre zërave, një zë tingëlloi ndryshe nga të gjithë të tjerët. Ishte Juda, i cili tha: a jam unë ai mësues? Në dukje është vetëm një fjalë, në të vërtetë ajo fjalë zbulon gjendjen e përjetshme të zemrës së këtij njeriu. Tregon historia se një student i shkëlqyer i muzikës kaloi vite të tëra pranë një violinisti të famshëm. Ai e dinte çdo teknikë të tij. Mund të imitonte çdo lëvizje të dorës, çdo interpretim, çdo notë. Kur mjeshtri i madh vdiq, të gjithë menduan se nxënësi do të bëhej pasardhës si i tij. Por kur ai doli vetëm në skenë, publiku kuptoi se diçka mungonte. Pra nxënësi kishte mësuar metodën, por nuk kishte marrë frymën e mjeshtrit vet. Ai kishte ndjekur mësuesin, por nuk kishte bërë kurrë një dishepull. Kjo është dhe tragjedia e Judës. Juda e ndoqi Jezusin për 3 vjet e gjysmë, por nuk ju dorëzua kurrë atij. Mateu, që shkruan Ungjillin e Mateut, bën një dallim të jashtëzakonshëm. Kur dishepujt pyesin: secili thot, mos jam unë, o Zot, ai që do të tradhtoj? Tani, fjala Zot në greqishten e vjetër kur shkruhet Testamenti i Ri i Biblës është fjala Kyrios. Është më shumë se sa një titull respekti, është pranimi i autoritetit, sovranitetit dhe hyjnisë së Krishtit. Mirë, po Juda nuk e përdor këtë fjalë. Ai përdor një fjalë tjetër. Mos jam unë, thot Juda, mos jam unë, rabi, ai që do të tradhtoj ty. Pra Juda përdor jo fjalën Zot, por fjalën mësues. Për Judën Jezusi ishte një mësues i madh, një udhëheqës i aftë, një figurë mbreslëndse, por nuk ishte Zoti i jetës së tij. Ja ku nis edhe dilema e Judës. Mund të ecësh me Jezusin dhe të mos i përkasësh Jezusit. Mund të dëgjosh çdo predikim dhe të mos jesh i rilindur. Mund të shërbesh në kish, zemra jote të mos jetë kthyer kurrë tek Zoti. Prandaj Jezusi e quan Judën biri i humbjes. Ky nuk është përshkrimi i një njeriu që humb shpëtimin, por është përshkrimi i një njeriu që nuk e kishte përqafuar kurrë shpëtimin me besim të vërtet. Tradhtia nuk e shndroi Judën në të humbur, por zbuloi atë që ai kishte qenë gjatë gjithë kohës. Ashtu si një pemë njihet nga fryti, edhe zemra e Judës u zbulua më në fund. Bibla mëson se ata që janë me të vërtet të Krishtit do të ruhen prej tij deri në fund. Rrëzimi i Judës nuk dëshmon humbjen e shpëtimit, por zbulon mungesën e një besimi të vërtet, mungesën e shpëtimit. Pra pyetja nuk është vetëm çfarë tha Juda, pyetja është: si i drejtohem unë Jezusit sot? A është Jezusi vetëm një mësues moral në jetën time? A është Jezusi një filozof i madh, një profet i jashtëzakonshëm? A është Jezusi një burim frymëzimi? Të gjitha këto nuk mjaftojnë për të qenë i shpëtuar, për të qenë i falur nga mëkati. Pyetja e madhe është: a është Jezusi Zot i jetës time, Zot i jetës tënde? Shumë njerëz admirojnë Krishtin, por janë pak ata që i nënshtrohen. Ka një krishterim kulturor që e quan Jezusin mësues, por nuk i bindet urdhrave dhe fjalës së tij. Ka një besim sipërfaqësor që e ndjek Jezusin për bukën e përditshme, për mrekullitë ose për fitimet, por jo për kryqin, për shpëtimin, për faljen. Shpëtimi nuk fillon kur ne admirojmë Krishtin. Shpëtimi fillon kur ne rrëfejmë Krishtin si Zot dhe i dorëzojmë atij jetën tonë.
Ndaj mos lejoni që tragjedia e Judës të bëhet paralajmërimi ynë i shpërfillur. Ecja pranë Krishtit nuk mjafton, duhet jesh në Krishtin. Njohuria për Jezusin nuk mjafton, duhet ta njohësh atë si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës tënde. Ndaj pyetja ime për ty, miku im, është Jezusi Zoti dhe shpëtimtari yt? Kjo është pyetja që vlen më shumë se çdo pyetje tjetër. Sepse nëse Jezusi vërtet është Zoti yt dhe shpëtimtari yt, atëherë ti nuk je më i humbur, por ti je i gjetur. Ti nuk je më skllav i mëkatit, por ti je një bir i Perëndis, i falur për gjithë përjetësinë, i ruajtur dhe i shpëtuar për gjithmonë. Me këto të vërteta nga Bibla, le t'i lutemi Zotit së bashku. Ati dashur qellor, ruaj zemrën tonë nga mashtrimi i një besimi vetëm të jashtëm, sipërfaqësor. Mos lejo që ta njohim Jezusin thjesht si mësues, por na jep hirin që ta rrëfejmë dhe ta ndjekim si Zotin e jetës tonë. Na jep një besim të vërtet që qëndron me Krishtin deri në fund dhe një zemër që të do ty më shumë se çdo gjë tjetër. Bekoj burra dhe gra dhe fëmijët dhe familjet që po ndjekin sot. E lutem që kjo fjalë, ky mesazh të jetë shpëtim, bekim dhe inkurajim për ta. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miqtë mi, përpara se ta mbyll këtë meditim, ju ftoj ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale, sepse duke ndarë këtë mesazh, këtë meditim të shkurtër, jepni mundësinë e shpëtimit dhe të faljes çdo personi. Jepni mundësinë çdo personi që ta njohë Krishtin më shumë se sa thjesht një profet, një mësues, por si Zot dhe shpëtimtar. Pres ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme. Deri atëherë, Zoti ju bekoft pafund.